Recet dimri, për anvisat e reja, kjo recet është shumë e përshtatshme. Të dashur ndjekës, sot do përgatis një recet dimri, ka sjell krushka ime një lakën nga Korça, edhe kishte qenë shumë e omël e mirë. Fillim do merrem me përgatitjen e mishit, do largoj mishin ta zi me vend tjetër dhe do merrem me përpunimin e laknës në vend tjetër, që të dalin të dyja në një kohë, se për arsye se mishi ka kocka, nuk mund ta përzi dot me laknën në fillim. Do hyu gjysmën e ynyrës, se tjetrën do e përpunoj me laknën, do e lej të nxehet pak ynyra, me zjarr të fortë. Tash e hudh mishin, rreth 400 gram, mish copa edhe 2 kockat, do t'i hudh pak kryp. Ashtu që mishi ka marrë pak faqe, edhe ka lëshu ato aromën e vet karakteristike, që mani është shumë të mirë, do hudh qepën, 2 kokra qep, t'i hudh edhe pak piper të zi. E lej të ka vërdiset pak lakna me qepën. Ja. E boj hazër, jo se kam për ta hudh tash një lugë me salcë, pelte domate, edhe do ta holloj pak me ujë. Ja. Me ujë të ngrohtë, se gjithmonë kur përgatisim gatimet me mish, do të kemi dhe ujin e nxehtë afër, e lejmë këtu kaq, e kam hazër për t'ja hudh kur bëhet qepa. Kur fillon me njit pak, i hudhim i pik ujë, që mos i thtohet. Gjithmonë anvisat e kuptojnë këtë pjesë. Edhe unë do ta ul pak, do ta bëj me flak mesatare tash, kaq ishte, ka vërdisja, do pak flak të fortë, që të marrë shijet mirë mishi. Tash qepa është ka vërdis, bashkë me mishin, do t'i hudh pelten e domates, që përgatita, e përzi pak të mpikset pak salca. Tash e mush me ujë, ju thash, prej kockave i kam lënë në këtë mënyrë. Po t'ishte tul vetëm, do e hudhja laknën pjesë dhe të zinim bashkarisht. Pastaj në fund do t'i bashkoj. Se duhet pa tjetër të ketë pak lëng që t'i japi shije laknës. Hera ka kryp apo jo? Jo, s'ka kryp fare. Pak piper të zi, edhe do t'a myll tenxhere. Të zi mishi pak avash avash. E ngrej pak për momentin, sa të mori val, pastaj do t'a ulim. Kështu e do tenxherja presionit, sa të mori val, pastaj e ujë që të bëhet avash avash. Tash do merremi me përgatitjen e laknës të preme kështu holl, se të jep më dorë dhe bëhet më shpejt. Fillim do t'i hedh ynyrën, ja. Se lakna dihet që po s'pati ynyrë nuk hahet. Dhe do e lej tash të nxehet mirë ynyra dhe do ta hedh pjesë. Jo shumë, duke e nda këtë pjesë, edhe në 3 pjesë të tjera. I hudh nga i fije kryp, ju thash me shumë të rezi krypën sa për ta zbut pak. Edhe do mulohet me kapak, që të zbutet në avull. Lejet duhet tret pa tjetër pak lakna, të krijoj avull. Ashtu i laka, zbut, ca në avulli dhe ca nga krypa. Dhe nuk ka se pik ujë, i kam nejt e koka.
për arsye se mishi ishte pak me kockë dhe kisha pyet mos lëshonte ndonjë ashkël në gjë, dhe t'jeni shumë të vëmendshëm, se të kërcet në gojë kocka edhe është diçka e shëmtume. Prandaj e përpunova kështu, po mund t'i përpunosh bashkarisht kur është mish tule ose kur e ke dhe pa mish. Tashti marr dhe mishin e bashkoj bashkë me lakna. Tashi që kam bë hazër, që ka përfundu kavërdisja e laknës, do t'i hedh një lugë me spec të kuq. Mund t'a përdorësh dhe djegse, po unë nuk e du. Një lugë. Edhe pak orizë. Një lugë gjelle me orizë. Tashti morr dhe i hudh. Tashti punoj me flak fare t'ulë, avash, bëhet për qefin e vet, se është pothuajse e përfundume. Ja dhe kockat, i japin shumë shije. Për shijen time, unë do t'i hedh edhe një lugë me uthull rrushi, t'jetë pak e afërt lakna, se ka vetë ëmbëlsi, edhe jep shumë shije, i heq edhe aromën. Tashi piperi zi, që i shkon shumë. Ka lakën që mos të bëhet pa piper, se nuk ka lezet. Tashi do t'a muloj dhe do t'a lej, avash, i fije për krypën. Pas ka qenë një lakën shumë e omël, se kokça dihet i ka të mira, se ka qenë më ftohtë se këtej andej, dhe i ka dhënë shumë shije. Është drejt funit, maroj, mishi ka zi, lakna është stufu ashtu si që duhet. Tashi ta lejmë të mori marinimin e duhur. Tashi lakna është e përfundume, i hodhim pak piper, kush dëshiron i hodh nëpër pjata. Tashi e kam hazër, na bëf mirë dhe ne.